Që ky objekti që po shihet pas meje është ambasada e Kosovës në Holandë, e cila gjendet këtu në Hagë, ku edhe zhvillohet gjykimi në rastin e krerëve të UÇK-s. 2 javë para se marr këtu kam dërguar pyetje në ambasadën e Kosovës në Holandë në emailin e tyre zyrtar për të kuptuar më shumë detaje nëse si ambasadë e Kosovës këtu në Hagë kam pas, le të themi, ndonjë organizim, ndonjë monitorim të seancave që kanë ndodhur në gjykatën speciale në rastin e krerëve të UÇK-s, nëse ndonjëherë kanë shkuar për të përcjellur seancat në galerinë e hapur për publikun, se cilat kanë qenë kontaktet e ambasadës me familjarë që vinë për vizita në qendrën e paraburgimit, për të kuptuar më shumë detaje se si saktësisht është përcjellur dhe monitoruar ky proces nga ambasada, po thënë ndryshe dera e parë e familjarëve, miqve dhe ish-krerëve të UÇK-s këtu në Hagë të Holandës. Kam shkruar 2 deri në 3 herë pyetje, por nuk kam marrë përgjigje nga zyrtarët e ambasadës, pra nuk kemi marrë përgjigje lidhur me funksionet që i ka kryer ambasada e Kosovës në Hagë, ndërlidhur me zhvillimet në dhomat e specializuara të Kosovës. Nga burime të ndryshme shpesh na është thënë se ka pasur një mungesë të interesimit për të përcjellur seancat në galerinë e hapur për publikun, dhe të gjitha këto kemi dashur t'i konfirmojmë nëpërmjet përgjigjeve të tyre zyrtare, megjithatë për shkak se nuk kemi marrë përgjigje, nuk mund të konstatojmë se cili është qëndrimi i ambasadës. Në gjykatën speciale të Hagës ka pasur organizime të ndryshme prej ambasadës së Serbisë për shembull, por edhe prej Beogradit zyrtar nga Serbia, ku ka pasur studentë juristë të ndryshëm që kanë shkuar për të përcjellur seancat në galerinë për publikun. Se sa është përcjellur procesi gjyqësor ndaj krerëve të UÇK-s në Hagë nga ambasada e Kosovës në Holandë, gjykimi i cili ka nisur tash 2 vjet, nuk mund të thuhet pasi ambasada nuk ka kthyer përgjigje në interesimin e gazetës nacionale për këtë temë.